Mirë se erdhët të dashur gafor në letrat të fejnë, jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Kemi ariun polar, që është forca. Forca absolutisht. Të dashur, gaforja jeni duke kaluar një periudhë sfiduese. Por kjo letër tregon qartë që këto prova nuk janë rastësore. Gjërat që po ndodhin pra nuk janë rastësore. Ato po të forcojnë nga brenda dhe po të mësojnë të besosh më shumë në veten tënde. Nga që, pse vinë të na mësojnë? Nga që është diçka që po qalon tek neve, nuk kemi duke besuar forcës tonë, vetes tonë. Edhe kur duket sikur gjithçka po ecën ngadalë, brenda teje po ndodh një rritje reale, të dashur gafor. Duhet të kesh kujdes të mos mbash gjithë peshën emocionale siç e ke zakon vetëm për vete. Të mos izolohesh kur lodhesh ose mërzitesh. Të mos dyshosh në aftësitë e tuaja apo tuajat vetëm sepse po kalon vështirësi. Merr kohë për pushim dhe rikuperim emocional. Dëgjoj instiktin tënd para se të veprosh. Forca jote po vjen nga qetësia, durimi dhe nuk vjen nga presioni. Të dashur gafor, ju edhe në heshtje bëheni çdo ditë më të fortë. Pra, mos ngurroni t'i besoni vetes suaj. Keni më shumë forcë se që mendoni, apo se që dini, dhe gjithë këto sfida janë një sprov për ju, për të treguar dhe mësuar apo njohur më shumë veten.